Si jeni më shive, a jeni mirë. Pas do live mram, kështu në kalimshi, edhe po diskutoke puna e GoFundit. Unë kam mbyll me live s'fute ma, po ka i video du të me aqut fala ka herë do njerëzve. Po fliqin do emra kështu, do gangstira TikTokut, që kena hedhi $150,000 në GoFund. Po kishin harru këto emrat se rrallë parë s'kan hedhi 150,000, po kanë hedhi 80,000. E në rrallë dytë, ku ju doli ftyra, lek të veta i moren mrapa me një herë. Edhe po priqim analizat. Pra nojeni që i keni vjerë ato lek ju bashin mirë, lejni bëgjës, a me qa merreni ju, edhe mos u mundoni me halë syve hi, me ka 20,000 veta live. Si kur unë hodha edhe lek të funit, që kisha mas shpirtit, në GoFund. Rrallë para do lek s'ja kanë tujat, se i kanë hedhë do quna tjerë. Rrallë dytë, kur jam zorra ftyrën unë, që jeni hajduta GoFundesh, dhe që gënjë të rajt poplin shqiptar, dhe që GoFundi po myllej, i mord lek të juja mrava me sekonda, dhe metën 370,000 nga 457. Kështu që leni këto pluhrin e djegun syve, se a falë Zoti uj sa dush me i la syt, edhe me pa ma drejt. Ju përshëndes. Mos u mërzitni se unë e di që ju s'mërziteni, se hajduti s'mërzitet, sa do që dikush t'i thojnë hajdut, hajduti hajdut metet. Kështu që bani këto pushime, knaquni, mos harroni me marrë edhe pranverën me vete, se ma mërmenja të është si ka ndalë analiza, do t'jenë rritë edhe flokt. Peace. Pash edhe do live mram, sa largë e keni qu degenerimin të ju sha gratë njëni tjetrit, e të i tregu ku t'kam prej në besë, si t'kam prej në besë. E keni fliq racën tonë. Me të bajnë burrat shqiptarë, kështu qa bani ju. Njani thot, preva në besë, me të rrah, e tjetëri thot, të preva në besë, me të kap gru. E mas 2 orësh, hini e qeshni, e luni bashk. Kja është TikToku shqiptar. Ju lumë se burra jeni. Peace.